Nga Adriatik Doçi. Të gjitha sondazhet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit kanë një mbrues të përbashkët. Partia Demokratike është 11 deri në 15 pikë pas Partisë Socialiste. Sondazhet, të cilat nuk përfshin votën e diasporës, për cilën nuk dihet se në cilin krah do anoj, janë shpallur nga opozita si të blera, ndonse kompanitë janë konfirmuar si serioze në zgjedhjet e kaluara, duke parashikuar me një saktësi të frikshme rezultatin, madje njëra prej tyre ka parashikuar edhe fitoren e Trump. Nga ana tjetër, asnjë kompani sondazhesh nuk ka pranuar ofertat financiare të Syri TV për të kryer një sondazh që nxjerr fituese Partinë Demokratike, pasi reputacioni i kompanisë do të shkatërrohej më 12 maj. Në këtë atmosferë sinjalesh humbjeje, Partia Demokratike ka pritur me entuziazëm të pazakontë si të kishte fituar zgjedhjet, një rezolut të 4 partive popullore europiane, përmes së cilës zgjedhjet parlamentare të 11 majit pothuajse shpallen të manipuluara. Dokumenti është hartuar nga VPD, ndërsa PPE ka miratuar si ndonjë profesor kur ish studenti i zëderën për të firmosur një rekomandim me karakteristika të shkruara nga vetë ai për të plotësuar kriteret formale për një vend pune. Disa ditë më parë, Sali Berisha i ka besuar Gjingjonit hartimin e dosjes së manipulimit të zgjedhjeve të 11 majit, libri i zi 2, i ngjashëm me librin e zi të zgjedhjeve 2023, pritet të miratohet nga forumet e PD nga muaji korrik në vend të analizës së humbjes së pritshme. Ditën e djeshme, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë u detyrua të përgënjeshtronte portalin e familjes Berisha, i cili pretendonte se ambasadori Silvio Gonzato ka hequr nga raporti OSBE ODIHR emra banditësh dhe policësh të përfshirë në krim elektoral. Në kulmin e fushatës elektorale, Sali Berisha i ka përqendruar energjit në krijimin e një narrative për të kontestuar rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Retorika e fushatës ka devijuar në denoncimin e krimeve zgjedhore, ndonse deri më sot në flagrancë duke bler vota është kapur vetëm një përfaqësues i PD-s. Fushata për justifikimin e humbjes së paralajmëruar sinjalizon se familja Berisha ka ndërmend të zbrezë nga qafa e Partisë Demokratike pas 12 majit, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve. Sali Berisha në kuvendin e 11 dhjetorit 2021 miratoi një amendament të rrep në statutin e PD për përgjegjësinë e kryetarit në rast se partia humbet zgjedhjet parlamentare. Qëllimi i amendamentit ishte dobimi i Lulzim Bashës nga PD-ja dhe legjitimimi i kthimit të Berishës, edhe pse alibia e Bashës për humbjen e zgjedhjeve të 2021-shit ishte mbështetur nga Berisha deri ditën e besprerjes. Bëhet fjalë për pikën 8 të nenit 46 të statutit të PD. Kjo pikë parashikon që në rast se pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton forcë fituese e qeverisëse, mandati përfundon menjëherë dhe automatikisht për shkak të statutit. Në këtë rast, kryetarit që i përfundon mandati nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse për kryetar partie. Kjo pikë e statutit të PD është ende në fuqi. Nëse PD humbet zgjedhjet, Sali Berisha sipas këtij parashikimi është i shkarkuar automatikisht në 12 maj si kryetari i PD, por halli i familjes për ta mbajtur PD-n si helmet pritet të dominojë mbi këtë parashikim statutor, për cilin do të gjendet një marifet që të zbatohet si primaret.